Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin gjatë këtyre ditëve paraqisin rrezik të shtuar për shëndetin e qytetarëve, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët e personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Mjekët ekspertë të Institutit të Shëndetit Publik bëjnë thirrje për kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe, duke rekomanduar hidratim të vazhdueshëm, shmangje të ekspozimit në diell gjatë orëve të pikut, si ke qëndrim në ambiente të freskëta. Po ashtu, këshillohet përdorimi i veshjeve të lehta e konsultimi me mjekun në rast të shfaqjes shqetësime shëndetësore. Disa nga rekomandimet apo këshillat që ne japim është kufizimi apo shmangja e daljes në oraret e pikut, nga ora 11 deri në orën 6. Qëndrimi në ambiente të freskëta, mbajtja e trupit të freskët. Nëse duhet të dalim, të vishim me rroba sa më të lehta, me ngjyra të qelta, të mbajmë syze, të mbajmë kapele, çadër dhe gjithmonë të kemi një shishe uji me vete. Konsumi i ujit është i rëndësishëm për të shmangur dehidrimin. Gjithashtu duhet të shmangim konsumin e kafes, të pijeve alkolike dhe të pijeve të gazuara. Autoritetet shëndetësore apelojnë që qytetarët të tregojnë kujdes maksimal, veçanërisht gjatë mesdites, ku temperaturat arrin vlerat më të larta. Respektimi këtyre masave ndihmon në parandalimin e problemeve shëndetësore që mund të shkaktojnë nga nxehtësi ekstrem.